Bashkinë Lushnjë ka nisur një fushatë mbjelljeje pemësh, e cila po zhvillohet si brenda lulishtes së qytetit, ashtu edhe në rrugët e lagjeve dhe qendrat administrative. Muajt e dimrit janë periudha e duhur për këtë proces, duke shtuar gjelbërimin e domosdoshëm në qytet dhe veçanërisht për stinën e verës. Këto ditë puna po fokusohet në rrugën Ahmet Zogu, e cila ndodhet midis rajoneve 3 dhe 4 në zonën mes lagjeve Skënderli-Bohova dhe Gafur Muço. Në këtë aks, pemët e vjetra të cilat kishin përfunduar ciklin e tyre të gjelbërimit, po zëvendësohen me pemë të reja. Për këtë qëllim, po hapen gropa të reja duke u siguruar që mbjellja të kryhet sipas standardeve të duhura për të ruajtur hapësirat e trotuareve për qytetarët. Fidanët e rinj janë dhuruar nga një biznesmen nga Lushnja, i cili ka kontribuar edhe më parë për përmirësimin e hapësirave të gjelbra të qytetit. Mbjellja e pemëve po realizohet nga punonësit e Drejtorisë së Ndërmarrjes së Pasurisë Publike, të cilët po kujdesen për realizimin e këtij projekti në mënyrë sa më efikase.